Mjekët japin urdhër, mos pini kafe turke nëse vuani nga kjo sëmundje. Tani që e dim, kafeja ka vlera të mëdha shëndetësore të pazvendësueshme. Në video tona të shumta kemi paraqitur efektet shëndetësore që merr organizmi juaj në tërësi nga konsumi i kafes. Kafeja ka mira të mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila është gjithashtu vlera më e madhe e saj dhe çfarë ndodh organizmit tuaj nëse e konsumoni çdo ditë? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në shtëpinë tonë, kafeja turke zë një vend të rëndësishëm dhe të padiskutueshëm edhe në mëngjeset tona dhe jo vetëm. Kështu, ajo do të verë në lëvizje të mjaftueshme të gjithë organizmin tuaj edhe në përditshmërinë e shëndetit. Kafeja turke është një shoqëruese e përditshmërisë së son. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje se të zvendësoni kafen turke me ndonjë kafe tjetër, do të merrni vetëm të mirat. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini kafe ekspres, njësoj si kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera, sidomos edhe me konsumin e saj në mënyrë të përditshme. Ndryshimi midis kafes ekspres dhe asaj turke është i dukshëm për shumicën e personave. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pas përgatitjes së saj në një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrja e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokrizat në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy prej mineraleve më të rëndësishme që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaoliani, dy minerale të cilat do të luajnë një rol të rëndësishëm për organizmin tuaj. Dy mineralet yndyrore të cilat gjenden tek bima e kafes janë aq të rëndësishme sa antioksidantët e saj. Por kush nuk duhet ta konsumojë kafen turke dhe çfarë shkakton ajo në organizmin tuaj? Për njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga problemet e kolesterolit të lartë ose ata që kanë në familjen e tyre, raste të personave të cilët do vuajnë gjithashtu nga sëmundjet e zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të ndikojnë në shumë aspekte të dëmshme të tij. Studimi i fundit, të cilit i bazohemi sipas Healthline, ka treguar se këto dy substanca tek persona që vuajnë nga kolesteroli i lartë do të rrisin dukshëm gjithashtu riskun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar më shumë shëndetin tuaj dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm të dobët, duke shkaktuar përkeqësime të shëndetit të zemrës, pasi ajo nuk mund të furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona do të rrisë dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%, duke bërë që se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 mg të kaolianit, ndërsa kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila prej këtyre substancave. Ekspertët citojnë kafen si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese, për sa kohë konsumohet brenda sasive të rekomanduara ditore dhe asesimet e pritës në dietën tuaj mund të jetë një nga pijet më të mira në shëndet. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres në vend të kafes e cila është turke. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke mund të pihet normalisht dhe nuk do të shkaktojë probleme të shëndetit të tyre. Kafeja është një nga pijet më të mira që mund të ofrojë përfitime për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara ditore. Ekspertët citojnë një zëri se shtimi i kafes në menun tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e rëndësishme. Ajo përmban antioksidantë dhe substanca të tjera aktive që mund të reduktojnë inflamacionin e brendshëm dhe të mbrojnë kundër komplikacioneve të tij.
Ekspertët e Healthline e rëndisin kafen si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese, përsa ko ajo konsumohet brenda normës lejuar dhe pa tepri, mund të ofrojë minerale dhe përfitimet e saj të vlefshme në dobi të organizmit. Në këtë video, sipas Eating Well, do të ofrojmë disa nga përfitimet kryesore që do të shtojë kafeja në organizmin tuaj. Kafeja e pirë në sasinë e rekomanduar ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë që mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë, citon studimi. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se njerëzit që pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga sëmundjet që shkaktojnë gjithashtu problemet koronare në zemër, goditje në tru, gjithashtu edhe problemet të diabetit dhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë glukozën më mirë, pra nivelin e sheqerit. Kjo është një teori pas studimeve që nxorën në pas se njerëzit që pinë kafe të paambëlsuar në dietën e tyre kanë më pak gjasa të preken gjithashtu nga luhatjet e pakontrolluara të sheqerit në trup. Nëse pini kafe brenda sasive të rekomanduara, mund të merrni përfitime më të mira edhe kundër zhvillimit të insuficiencës kardiake. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe të paambëlsuar në dietën tuaj ditore mund të jetë një prej përzgjedhjeve më të mira që mund të arrini për shëndetin. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafeje mund të ndihmojë të ruheni nga insuficienca kardiake. Një zemër e dobësuar ka vështirësi të pompojë mjaftueshëm gjak në trup. Ka më pak mundësi të prekeni nga sëmundja e Parkinsonit me shtimin e kafes në dietën tuaj ditore. Kafeina jo vetëm që mund të lidhet gjithashtu me shanse më të ulta për zhvillimin e sëmundjeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe personat që janë të prekur të zhvillojnë gjithashtu këto komplikacione. Shtimi i kafes në dietat tuaja ditore mund të ndihmojë në lëvizje më të mira të shëndetit të zorrëve dhe jo vetëm. Kafeja është një nga pijet më të mira dhe gjithashtu mëlçia juaj do ju falenderojë pasi ta pini atë. Si kafeja dekafeinuar dhe ajo e zakonshme ka efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë, mban larg komplikacionet e saj dhe rrit gjithashtu rezistencën e organizmit. Shtimi i 1 filxhan kafe në dietën tuaj të përgjithshme do të përmirësojë enzimat e mëlçisë dhe do të parandalojë komplikacionet e saj. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë me shtimin e kafes në dietat tuaja ditore. Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s që ndodhen në mënyrë natyrshme dhe mund të çojnë në zhvillimin e problemeve të ndryshme të organizmit. Për sa kohë, kafeja pihet me kujdes dhe në sasinë e rekomanduar, përgatituni që përfitimet e saj t'i merrni të plota dhe të evitoni gjithashtu ndikime negative në organizëm. Gjasat për t'u prekur nga problemet e zorrës së trashë do të ulen ndjenshëm me shtimin e kafes në dietën tuaj. Në një grup me 23 gra u zhvillua një studim që tregoi se ato të cilat konsumonin kafe në dietën e tyre patën një sistem më të mirë të tretjes dhe më pak gjasa të zhvillonin komplikacione të shëndetit të zorrës së trashë. Shtimi i kafes në dietën tuaj ditore do t'i japë rezultate fantastike në menaxhimin e komplikacioneve të shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mund të ulë riskun që të prekeni nga sëmundjet e Alzheimerit. Pothuajse 2/3 të amerikanëve që jetojnë me Alzheimer janë femra, por kafeina e 2 filxhan kafeje mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje të rëndësishme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje, që mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Pavarësisht këtyre të mirave shëndetësore që i sjellin, konsumi i kafes duhet të tregohet edhe brenda sasive të rekomanduara si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese. Është e rëndësishme që të mos teproni sasinë e konsumit të saj. 1 deri në 2 filxhan kafe të paambëlsuara çdo ditë do të jenë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët citojnë në një zëri se kafeja duhet të pihet e paambëlsuar në dietën tuaj dhe pa shtesa të ndryshme, pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e saj. Nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara dhe keni intolerancë ndaj kafeinës, sugjerohet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta konsumoni atë. Është më mirë që të mos e teproni për të marrë përfitimet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.